Grace Model sot vendosi të bashkangjitet nismës së Ekovolis për një mjedis më të pastër për një qytet. Edhe Grace Models si vjet vendosi të bashkangjitet sërish nismës së Ekovolis për një qytet më të pastër, për një ambient edhe më të pastër, kështu që prandaj dhe ne vendosëm të bëshim pjesë e kësaj. Ne kemi bërë dhe vitin e kaluar këtë gjë. Modelet janë ndjerë mjaft të mirë që po kontribojnë në këtë pjesë. Shpresojmë që ta bëjmë jo vetëm në një ditë, ky është një mesazh që ne duhet ta bëjmë gjatë gjithë kohës. Të përdorim sa më pak makinat, kemi një ajër sa më të pastër dhe pse jo të përdorim biçikletat, që janë shumë të mira si për aktivitet sportiv, po ashtu edhe për të mbrojtur mjedisin. Përshëndetje. Nuk do më bësh pyetje, ndale prit. Nuk do më bësh pyetje ti. Duhet të flas vetë unë. Sot është një ditë shumë e bukur dhe faktikisht ne të Grace Models ndjehemi faktikisht shumë të lumtura, sepse ky event duhet të bërë më përpara, sepse duke ditur që dita e tokës të gjithë botën janë ndërprer drita përfundimisht, edhe këtu duhet të ishte bërë për një orë dhe ndjem me të vërtetë shumë të privilegjuar që Grace Models ka bashkëpunuar me Ekovolis për të arritur gjithë këtë event, kështu që pse mos e sillim dhe ne pranverën bashkë dhe faktikisht kjo me biçikletën na ka ndihmuar shumë, jo vetëm për të mbajtur trupin në formë, por edhe për të dhënë botës një mendim tjetër në lidhje me këtë gjë. Kështu që jemi gati të ecim përpara dhe të shohim se çfarë mund të sjellim ndryshe. Faleminderit. Gati? Si çdo të shtunë, kjo është pedalimi i radhës, ndryshe nga herët e tjera, është më me ngjyra, është i dedikuar pranverës, është i dedikuar stilit mbi dy rrota. Janë gjithë çuna goca të reja, të cilët kanë pasionin e biçikletës dhe duan ta japin mesazhin te pjesa tjetër e qytetarëve për një Tiranë më të gjelbërt, për një Tiranë me më pak makina dhe më shumë këmbësorë dhe biçikleta, për një Tiranë jo kaq tym dhe kaq zhurmë, por për një Tiranë të qetë, të njerëzve, të rrotave dhe të stilit mbi dy rrota. Është shumë e rëndësishme që sa më shumë trinj të angazhohen në këtë lloj aktivizmi pro mjedisit, pro qytetit pastër, pro cilësisë jetës dhe në forma nga më të ndryshme, njëherë nëpërmjet protestës, njëherë nëpërmjet stileve dhe ngjyrave. Kësaj radhe është hera e stilit mbi dy rrota, e biçikletës, e ngjyrave, e pranverës. Radhës tjetër do jetë prapë protestë sepse Tirana ka nevojë për të dyja. E rëndësishme është që pjesëmarrja e trinjve është një indikator që trinjt e duan biçikletën, e duan qytetin e pastër dhe nuk kemi pse ja privojmë këtë mundësi, as duke i kufizuar nga korsit, as duke i mos respektuar në rrugë. Avash, beri një shtruar se kemi rrugë. Të gjithë në korsit biçikletën. Ja, das ist schon